Studiuesi nga Kosova, Nusret Plana, paraqiti dje në Washington një libër me titull Terrori i Serbisë pushtuese mbi shqiptarët. Me anë të qindra fotografive, shumica të rënda për syrin, libri përshkruan një histori mjaft të dhimbshme të Kosovës, për të cilën autori thotë se u duhet treguar brezave të rinj. Njofton kolegu ynë Ilir Ekonomi. Zoti Plana thotë se disa nga masakrat kundër shqiptarëve i ka parë me sytë e tij dhe i ka dokumentuar vetë kur ka punuar si gazetar në radion Kosova e Lirë gjatë konfliktit të vitit 1999. Ai thotë se megjithse për krimet në Kosovë është folur shumë, ato nuk janë dokumentuar në mënyrë të mjaftueshme. Fatkeqësisht nuk është i sensibilizuar opinioni sa duhet, sepse ne shqiptarët edhe ashtu nuk i kemi pas shumë në qejf ruajtjen e dokumentacioneve dhe të arkivave, prandaj tash fjalën e kanë arkivat, dokumentet, xhirimet, fotografitë, domethënë dokumentet faktografike, të cilat flasin më shumë se fjalët. Kjo veprimtari u bën në kujdesin e organizatës pan-shqiptare Vatra, Deka e Washingtonit. Autori thotë se autoritetet qeveritare në Kosovë kanë ndihmuar deri në një farmase projektin e tij, por pjesa kryesore e financimit ka ardhur nga ai vetë dhe nga miqtë e tij në diasporë. Ky është një botim luksoz, i shtypur bukur dhe teksti që shoqëron fotografitë është i përkthyer në disa gjuhë të huaja. Por pjesa më e madhe e fotografive janë mjaft të rënda për syrin, nga ato që përdoren në ekspertizat mjekoligjore. Prandaj ne nuk mund t'i tregojmë këtu për shikuesin. Autori thotë se i ka përfshirë në libër për të treguar se sa të dhimbshme kanë qenë krimet kundër shqiptarëve. E pabesueshme. Unë vetë kur e kam lexuar, s'kam mujt me fjet dy net rresht. E pabesueshme. There is no doubt the emotional toll that brings one just to read and view page by page. Por nuk bëhet fjalë vetëm për krimet e konfliktit të vitit 1999. Zoti Plana bashkë me një komision që është marrë me botimin e librit, ka mbledhur fotografi që dokumentojnë ato që ai quan krimet e Serbisë ndaj shqiptarëve gjatë një periudhe rreth 150 vjeçare, duke filluar nga viti 1844. Bile është shembull i pashembullt në historinë botërore që një shtet në bashkëpunim me Kishën Ortodokse, me Akademinë e Shkencave dhe të Arteve, brenda 150 viteve të elaboroj të thurë më tepër se 24 elaborate për zhdukjen kolektive të popullit shqiptar nga faqja e vet. Promovimi i librit u bë në një nga sallat e Kongresit Amerikan me përkrahjen e zyrës së ligjvënësit nga Virginia, Frank Wolf. Nga këtu, personalitetet më të njohura botërore të Amerikës së Mike kanë nxjerrë dhe merituar vendimin më të rëndësishëm për historinë e shqiptarëve ndonjëherë. Intervenimin humanitar dhe ushtarak të NATO-s në Kosovë më 24 mars 1999. Zoti Plana kritikon atë që ai e quan prirje për të barazuar viktimën me kriminalin. Kosova nuk kërkon hakmarrje, por ajo përcjell një mesazh. Kriminali dhe viktima të mos barazohen kurrë. Dhe nëse nuk duam që një ditë terrori serb mbi Kosovën të përsëritet, ndërkombëtarët kanë një provë tjetër, ndoshta më të vështirë se lufta me armë, të jenë deri në fund të drejtë me shqiptarët. Për zërin e Amerikës, Ilir Ekonomi, Washington.